Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim, unë quhem Bruna. Sot do përgatisim një byrek shumë të shpejtë. Atëherë, për byrekun do na duhen 3 vezë mesatare, 4 lugë gjalp të shkrirë, do na duhet gjysmë lugë supe me krip dhe gjysmë kile kos, 500 gram kos. Të gjithë përbërësit do t'i përziejmë bashkë në mënyrë që të krijojmë një masë kremoze. Dhe atëherë gati është mbushja për byrekun. Shumë e thjeshtë, pa bërë shumë e nëpis dhe shumë praktike. Për byrekun, unë kam përdorur një tepsi mesatare, ju mund përdorni një tepsi rrumbullake, katrore, nuk ka asnjë lloj problemi. Do e shtojmë pak vaj në tepsi në mënyrë që byreku mos na ngjisë dhe diçka byreku nuk do ketë as pak vaj, përveç se kur lyejmë tepsinë. Kjo është një recetë ndryshe pasi kemi hedhur gjalpin, atëherë nuk do kemi nevojë për vaj. Këtu kemi rreth 600 gram peta të gatshme. Petat unë i kam zgjedhur të holla, brenda ka rreth 10 fije dhe do marrim çdo 2 fije. Çdo 2 petë do t'i shtrojmë në mënyrë të rregullt sipas formës tepsisë dhe do shtojmë kosin e përgatitur me vezë. Kosin do ta shpërndajmë me lugë, mund shtojmë 1-2 lugë të plota të mëdha dhe do masni për afërsisht me sy, domethënë që të na dali kosi dhe për pjesën e petëve të tjera, sepse përveç petëve që do shtojmë, do na duhet edhe për pjesën lart, domethënë petën e fundit. Më shkruani në koment, keni përgatitur ndonjëherë byrekun në këtë lloj mënyre? Do isha shumë e lumtur ta dija. Pres komentet e juaja. Atëherë miq, jemi pothuajse në përfundim të recetës. Të njëjtën procedurë do bëjmë me gjithë petët, domethënë me 5 shtresa. Përderisa janë 10 fije, do ndahen nga 2, i bie 5 shtresa me fije. Atëherë miq, jemi pothuajse në përfundim të recetës. Kjo është edhe shtresa e fundit, shtojmë masën e përgatitur dhe në fund do shtojmë edhe pak djath. Unë kam përdorur djath kaçkavall të butë dhe do ta vendosim në furrë të piqet. Atëherë kjo recetë është shumë e shpejtë, realizohet brenda pak minutave. Sidomos kur kthehemi prej pune dhe nuk kemi asgjë gati, kjo është një mënyrë shumë e lehtë dhe shumë e shijshme, ndaj ua sugjeroj që gjithëve. Atëherë byrekun e vendosim në furrë. Unë zakonisht e pjek në 200 gradë dhe e kontrolloj her pas here derisa të marrë ngjyrë. Kjo pra miq ishte receta, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni t'i bëni videos like sepse do ishte një ndihmë shumë e madhe për mua. Dhe bashkë do shihemi me receta të tjera të thjeshta dhe të shijshme. Uroj të jeni mirë bashkë me familjet tuaja. Gjithë të mirat.